specat e trangujt 200 denar për kilogram, domatat 150 denar, lakrat 80 denar, një marull 40 denar. Këto janë çmimet në treg një ditë para fillimit të muajit të Ramazanit. Qytetarët ankohen se këtë vit çmimet janë dukshëm më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Thonë se për shumë familje, përgatitja e iftarit përbën sfidë për shkak të shtrenjtimit të produkteve ushqimore. Shtrenjtësi e botë, shtrenjtë shumë shtrenjtë. Ka dallim nga Ramazani i vitit kaluar me çmimet? Ka dallim normal se kjo molla kon 50 dinar, tash është 70 dinar. Normal që ka dallim. Shumë ka dallim. Popullin duhet me hangër edhe normal do ta marrë. Tash ka hip krejt, një kilometër vetë kon 7 euro, tash është 20 euro. Shumë shtrenjtë. Për secilin xhep nuk janë, për ndonjë që ka më tepër, për atë janë në rregull, ama për disa rëndë. Nga ana tjetër edhe shitësit pranojnë se çmimet janë më të larta, por theksojnë se rritja e disa produkteve lidhet kryesisht me artikujt e importuar nga shtetet e huaja. Çmimet janë rrit, nuk është thonë për rrit. Kemi shitblerje shumë të mirë, kemi edhe nga Maqedonia, nga Kosova, janë shumë të misardhë. Çfarë thonë për çmimet, ankohen ajo? Ka dikush që ankohet, pa ai që ka çik xhepin e dobët thotë shumë shtrenjtë. Ai që ka parë nuk e diskuton veç i fundqese edhe merr. Po normal, varet prej shumicës, s'ka e marrë me shumicë, prej atje varet çmimet. Çmimet mendoj se janë si në vjetë. Dallimi i çmimeve nga viti i kaluar është vërejtur edhe në menyt e restoranteve me oferta për iftare. Vitin e kaluar shumë restorante ofronin meny iftari me një çmim mesatar prej 800 deri në 1000 denar, ndërsa këtë vit çmimi fillon nga 1200 denar deri në 1600 për person.